Ne nuk rekomandojmë një rënje kaq shpejt dhe një rënje të stimuluar artificialisht e ta them nga jashtë. Lidhur me diabetikët, tu është ndoshta një çështje tjetër. Pra, do kisha menduar që të smurët që janë me diabet, që janë dhe mbi peshë, nëse specialisti për kacës e gjykon që duhet të marrë, le të them Ozempic apo barra të ngjashme, sigurisht që në monitorimin e mjekut specialist mundësia është më e vogël për patur efekte të mëdha anësore, sepse këtu ka të bëjë doza, ka të bëjë koha o zgjatja e marrjes së mjekimit dhe monitorimi në kohë i gjithë parametrat të tjerë të lidhur me përdorimin e këtij bari. A është bari zgjedhur? Nuk mund ta them, për ne çdo lloj bari që i përshtatet le të them kostumit medikamentoz të smurit, për ne është bari zgjedhur. Kjo është një klasë barnash, si çdo klasë tjetër që ka, për fat kemi me 10 klasa tilla, që do thotë që është në diskrecion në zgjedhjen e endokrinologut për të përcaktuar cili bar është më i mirë apo më i përshtatshëm për të smurin në një moment caktuar.